Gjenta mirë se ka ardhur në shtëpinë time, sepse unë zakonisht ku mon shtëpinë tënde, do me thonë televizionin Klan, I cili natyrisht si televizion edhe më ka përkra dhe më ka lënë hapësirë mjaft për shumë tema, por në emisionin e juaj që ka qenë emisioni Vikendi, sa herë që më ke thirrë, nuk e di pse më ke ma gjeps me zërin tënë përmes telefonit, edhe për kundër faktit që Vikendi gjithkush I dëshiron me pushu, me relaksu, me përkushtu familjes, unë e kam gjetë. Nuk e di pse nuk kom mujt me të refuzu, po kjo nuk do të thotë, me thonë njëra tjera kom me mi në rezervë gjithë. Mirë po, ardhja ju të në shtëpinë tonë, bashkë me ekipin, kameramanet, konsideroj se është një nder për mu dhe për familjen time. Faleminderit shumë për krejt fjalët e mira që nuk I kursen asnjëherë. Për mua është shumë kënaqësi me qenë sot pjesë e shtëpisë tonë, për shkak që kemi kalu shumë të shtuna bashkë në studion e Vikendit, qysh e përmend edhe ti, po kështu në shtëpi është pak më ndryshe. Se pikërisht prej ardhjes në shtëpi e kom vret një ndryshim krejtësisht tjetër, një shtëpi që ndoshta rrallëherë mundesh me e pa, është në shikim të parë mund të jetë e ngarkuar, por e ngarkuar me njerëzit e dashur edhe me kujtimet që për herë ju kam përcjell. Faleminderit, shtëpinë mas pari e menaxhon, e mban, e dizajnon krejt bashkëshorti tim, Agim Bytyqi, I cili është artist me profesion, do me thonë është ka përfundu grafik dizajn dhe njëkohësisht është edhe jurist, edhe unë asnjëherë nuk ja kum prish atina shihen ati artistike për arsye se edhe më ka ra mirë. Ai njëkohësisht është edhe përkrasi më I madh në jetën time, por ndonjëherë bukuria e shtëpisë, stolitë e shtëpisë, të mirat që I shohim në për çdo shtëpi, përfshi dhe shtëpinë time, me rëndësi është që të kenë muret e ngrota. Për arsye se është një thënie filozofike, thotë mos e shiko shtëpia sa është e bukur, por shiko a I ka muret e ftofta apo të ngrota. E muret e ngrota konsideroj që I bojnë njerëzit që janë brenda tyre, për arsye se koncepti im është atë që edhe shtëpia dhe çdo gjësën që e kem ne, ato duhet jenë në shërbimin tonë. E jo të jemi ne, sikur shoh shumë edhe burra, për edhe shumë gra, sikur janë të fiksum, ku për mu më prishen perdet, ku mu për veti, për mu e mira përmenoj materiale, për mu fare s'ka vlerë. Për shkak se e zavendësohet. Prandaj besoj që në çdo familje kudo që tjetë letot kjo një porosi, aq me pak që kohëve të fundit pak janë të rjek raporte ndërnjerëzore. Une për shembull gëzona kur I bie zilës dikush. Gëzona kur dikush vjen pa na lajmëru, për arsye se kem nevojë në komunikim, po këtë natyrë kom pas edhe para 36 viteve kur jo martu, kur unë kam qenë nuse, nuk kam qenë nuse me protokoll, qysh duhet nusja me nejt e fundit, nusja mës me fol, nusja veç me shërby, me hesht, unë Maroku jam si të mos burat kryenart, ku më bu muhabet, atër kam qenë çështjet politike, do me thonë shkatrimi Jugoslavis, edhe natyrisht gjithmonë ideja jonë, lufta jonë për shtirimin e Kosovës, edhe shpesh herë vjera ime ndjerë, nuk kam qenë ajo nusja ideale edhe o libre, qitë qaj, bre, vish njerës duk bre kur gjavish mos me folja, po I nërë të isha po këta si nërë me po mu si statuj me fol. Prandaj kërkoj, mendoj që kjo duhet të ndodh, edhe që the fjallët e mira, unë nuk e kom natyrë të lindur, që nuk I kursej, edhe kam dëshirë çdo njeri që të takoj, e njofta se njofta, t'jalmoj shpirtin, apo kupton, sepse është një farë prirje, kam lexuar prej Ismail Kadares, që veç ballkanasit krejt, popullit Ballkan, pak pritojnë me qenë me atë kulturën, me ta potencu një sukses, me ta dhoni kompliment, me ta nreq ditën. Një ditë e kisha një përvojë, ishte një avokate e Gjilani, tash ja ku marru emrin, e bukur, e re, e zgjuar, ishim palë të kundërta. Po më la shumë për shtypje, për arsye se unë I kum arrit majat e suksesit në karriere çdo kohë, edhe kam dëshirë të tjerët të shoh. Për arsye se edhe popujt e zhvilluar, do me thonë, kanë arrit të prodhu kuadro, të forcu kuadro, nuk guxojnë ana vetëm ne të mbesim. Edhe ajo shumë la për shtypje, ishte avokate re, pyeta thash, ose a zgjuar qenke, tha po, edhe jam nënë e 2 fëmijëve. Edhe u buni për shtypje, do me thonë, edhe zonja, edhe nënë, edhe bashkëshorte, edhe përkushtume, edhe I thash shumë fjalë të mira, Tha, moj avokate gjithë këtë forcë ma dhe ditë sotit për 1 vjetë. Thash pse, tha se tjerët nuk më thojnë. Edhe nuk pe di pse mungon kjo ndjenjë të njerëzit tjera, rrallë e gjonë të dikush.
Zonja Femije, kështu ke arrit me marrë zemrën e gjithë audiencës. Po e them kështu për faktin që shumë prej publikut kanë kriju një lloj simpatie për ty. Edhe një grua kaq e suksesshme edhe e zonja, kur ndalesh e mendon, po flasim për një periudhë ku ndoshta shumë prej familjarëve nuk e kam parë si të denjë ose nuk e kam vlerësu si të rrugës me e shkollu vajzën. Ka shumë prej vajzave që atë nuk e kanë gjetë për krahjen e familjes. Unë po nisna ka rrethi jam, ka mesi jam, ka fshati jam, sepse gjithmonë për kundër faktit që për 40 vite jetoj në Prishtinë, përfshi edhe kohën sa kam qenë studente, unë gjithmonë me krenari dëshmoj që jam e një fshatit. Vendlindja nuk është rastësi, do me thonë. Aty ku lind, ajo vend e më i bukur në botë. Prandaj nuk ketë kur të drejtë nëse tjetri e përmend vendlidhjen me dashuri ti me i thënë. Është diçka hyjnore që të lidh me vendin tonë, edhe ka qenë, do me thonë, nuk janë shkollu atë shumë vajzat, megjithatë nëna ime, vëllezërit e mi, motrat kanë qenë të martuar, kanë qenë shumë këmbgullës që unë të vazhdoj me tutje, por e vërteta është që edhe unë kam pas shumë pasion. Madje çaq shumë kam pas pasion që kur e marrë dhe më regjistru në fakultetin juridik, që tash që jam pjek, thëm që e kom lëndu nanën, i kom thonë nanës unë nëse nuk e jep provimin pranus, unë nuk thena fare në shpe, dhe kisha bu marak nanën. Edhe në atë kohë, shkak se ne e narë për fshatit. Kam qenë e shtatë në listë, dhe me thonë bas testeve. Ku marrë për fshatit, nuk e kom njoftë mirë Prishtinën, edhe ka qenë edhe mision pse kena ardhë, për ndryshe ku mbanu në konvikt. Në konvikt ka qenë një vend që gjithçka do t'jepja të kthejesh edhe njerë. Ajo nostalgjia që s'ka mundësi objektive mu këthy ma. Nuk kanë qenë kushtet ashtë mira, nuk kanë qenë kushtet ashtë leta, kur me një dhomë ashtë vogël, kena jetu 4 studente, edhe kena zhvillu jetën, po kur e ke qëllimin për çka ke ardhë, edhe pasionin, unë mendoj që arrihen kretë. Madje është shumë karakteristike, nështë këto e kanë edhe persona tjerë. Për 40 vite unë i kemi lidhjet e forta me ato shoqet që kena banu, edhe për fatin e mirë gjithat janë suksesshme. Qoftë ato që ka jenë jashtë vendit, në Amerikë, në Suedi, edhe këto mërenda që ka jenë prokurore, gjyqtare, edhe unë mendoj që kur të them se shoqet e mia janë të ngrituna me profesione shumë të rënda, t'jesh prokurore speciale në këtë kohë është patriotizëm shumë i madh. T'jesh gjyqtare krimive të rënda, do me thonë është kontribut shumë i madh për shtetin tonë, edhe unë mendoj që shoqëria e ngritur, shoqëria e mirë, ajo t'i je posur me ata. Prandaj edhe kjo duhet që të ekzistoj të çdo njeri që të krenohet me rrethin që është, të krenohet me shoqërinë. Kam ardhur, kam banu në konvikt, kam kry studimet në AFAT, edhe pas studimeve jam këthy në vendlindje, jam punësu me njëherë në një minjerë ka qenë e Thëngjillit, po unë kam qenë në administrat kam punu, edhe me njëherë mas diplomimit, me agimin jemi njoftë moti prej fëmijë, për shkak se ka qenë edhe është ende shoku i vllaut tim, edhe ky ka ardhur na shpesh, ka nejt, mandej u kriju kjo lidhja jonë e përjetshme, edhe mandej jemi feju, jemi martu, edhe fati mirë është fat, në martesë nuk thuhet këtë është fat. Është shumë fat që unë e kom pas një bashkëshort për krah, i cili jo që më ka pengu, po gjithmonë ma ka shtru rrugën që unë me ecë, po natyrisht unë e kur njerë si akum keq përdor, nas një pikpamje, gjithmonë edhe sot, faleminderit ti që pëthu javë ke marrë zemrat e tjerve, po unë jam me krenari, thëmë, fjalla vjen familjen time, e kom dërtu që funksionon vi vertikale, është bashkëshorti, jam unë në radhë, si që jena me mosh, jënë djemt, jënë drejat, është vajza, jënë nipat mesat, edhe kështu duhet, për arsye se familja është celula shoqërisë. Edhe nëse edhe gruaja është mjaft qënësore për familje. Vërtet na jena qafa që lëvizim kokën dhe lëvizim botën me ato. Prandaj duhet lufta çdo gruaje tjetë, ta mban familjen, ta mbron me çdo kusht familjen, këtë shenjtëri që e ka,
Edhe mandej dal nga dal prap kemi mbështetje dhe kemi gjetë çdo herë ngushëllim në familje, mbështetje, dashuri, gëzim e tjerë. Po sa vështirë ka qenë të një fëmijë për shkak që po besoj ke pas shumë periudha sfiduese, për shkak që edhe profesioni ka mjaft stres edhe presion brenda situatave cilat krijohen edhe që duhesh me marrë situatën kontroll. Sa je mundu mi mbajt ato edhe larg familjes? Je mundu, për shkak se, si që dini prej opinionit, unë jam veç 27 vite në skenë, për arsye se unë kam qenë gjenerata e pare policisë. Po. Mandej edhe kur kum vrapu ka qenë ajo rastësi, por në atë kohë Zoti Bernard Kushneri, cili ka qenë krye administrator i parë i Kosovës, që e ka pas një farë posti si kur tash presidenti shtetit, a i thotë shikoni femrën e parë, dhe një farë mënyre, unë e mora barën, do me thonë, që si femën ta prezentoj sa ma mirë institucionin e parë, të pavarur, pa direktivat Beogradit, institucioni i parë i cili i shërben popullit dhe për popullin, dhe besoj që aty dash një kontribut për arsye se si nën, si bashkëshorte, si grua, si vaj, si motër e dikuj, ju dha shumë motiv grave, shpresoj, që ato ta kenë fuqin edhe t'i thejnë stereotipet brenda familjes, edhe ju bashkan gjetën policistë Kosovës, që realisht edhe është ndër numrin numri i përfaqësimit grave është ndër shtetet që kanë, do me thonë, më të madhen përqindjen e gruas. Mandje prej aty mendova që e kreva misionin tim, edhe kalova në zyrën e kryeministrit, isha ndër 15 punëtorët e parë, të them drejtën, kur bisedoj me diken edhe filloj me fol për karrierën time, ka njerë thëmë nuk i kom 60 vjetë, po ndalin 600, të me thonë qasë shumë kom gjarje një jetë, edhe kur kam apliku për atjer ka qenë unë miku, kam mendu unë e femije gashi për ty që kom thonë, o zot ajo me denjë unë që të punoj për zyrët kryeministrit, duke unë nisë prej rritjes tem, prej peripetive që i kom arritim jetë, jëm pranu atje si staf civil, një ku kam qenë zyrtare për çështje politike, madje kam qenë drejtoresh për koordinim të ministrive, një post i mirë, një post i nderuar. Po disi si jam kënaq me ato, do me thonë gjithmonë në karrierën time kam kërku më shumë, edhe kështu duhet jenë, sidomos gjenta ju gjeneratat e reja. Jo më kënaq, veç me një punë, veç me një post, veç me një pozitë nuk bën hiç. Gjithmonë do të me ulumtu, nuk i dihet, ka njëherë mund të ekzistojnë edhe rreziqet. Atje kam punu 4 vjet e gjysmë për 4 kryeministra, kam qenë staf civil, kam pas përfaqësime të Kosovës edhe jashtë shtetit, do me thonë ka qenë një përvojë shumë e mirë. Mirë po në anën tjetër unë kisha të përfundu me provimin e judikaturës, edhe dal nga dal vendosa edhe dole avokate, sidomos fillimet e para në këtë profesion kanë qenë të jetë vështira. Per arsye se kalova prej një pozitje superiore në ndërtesën e bukur zyrës kryeministit në katin e 7, ku ishu me asistente, me vozitëse, me gjithat, edhe kalova një punë private që çdo gjë duhet ta menaxhoja vetë. Edhe mjaft ishte sfiduse, mjaft ishte për shkak se avokati, do me thonë, duhet t'jesh për me qenë avokat ose avokate, dush me qenë e gatshme 24 orë, për shkak se njerëzit kanë halle, edhe unë i admiroj avokatët të cilët thojnë, unë mas orës 4 e mbylli telefonin, unë e se mbylli kur. A të ka lodhë kjo periudhë ndonjëherë? Ndonjëherë po më ka lodhë, hiq ma largë sot më mëngjes, do me thonë, ku më vonë pram se këna nejtë me familje jemi knaq, edhe unë e kum llogarit që mund ta kem një gjykim ka ora 11, po për shkak të agjendës gjykatës, ai kishte qenë ora 9. Edhe mandej kur më kanë thirr, vden është stres. Për shkak se familja ta jep besimin e me ja mbrojt djalin, vajzën, familjarin, edhe ti dush me dhënë maksimumin për mi bind ata që nuk të kanë zgjedh këtë për gjithë avokatëve se kom mjaft Kosovë avokat, edhe shkoj. Po është shumë interesant një ndjenjë që nuk po di as vetë me spjegu ginta pse. Unë diçka vjen një farë fuqie kur hin në gjykatore, nuk po di me spjegu. Para një 10 dite kam pas një grip i keq që shkon që mu s'm kapin gripat kur, edhe hiç nuk frigona, do me thonë, do njerës që frigona, ani do gripa në për tonë, as si tregoj, as se bëj lafat mua bet, dyqysh më duket pse mu dërzu, gripi ka lënë kom, e kisha një grip edhe i shkruva gjyqtarit, ishte
vepër penale randa të trajtojnë në vrasje, i nderuar gjyqtar të lutem deri ora 1 nëse ka mundësi. Se çka u ndodhi, hyna në sallë, çfarë kesha ditë edhe aktive, edhe harrova që i kom shkru. Edhe një moment të më thotë, bashkëpunëtorja gjyqtarit i ke shkru deri ora 1, tash jo porina dhe më 5, më kaloj nuk pe di pse. Sepse është pasion që ti e dën, e ushtron, e kupton përgjithësinë, edhe të ke fundit besimin e qytetarëve. Vetëm këtë mënyrë mund ta mbash për mua Genta që ajo pasuri e jetës. Edhe kam dëshirë ta përfundoj, domethënë karrierën time të mos i dëshpëroj shikuste me foncat e me përcjellsat e me, do të mundohem, nuk e di. Njeri është nuk është i pagabushëm, mund të mos i pëlqesh dikuj, është edhe shumë normale kjo, sidomos nga fakti se ne kur jem sallën e gjykimit gjithmonë jem palë e kundërt me diken. Veç beso që mundona me plasu edhe para palës të kundërt vetëm cili është misioni jam. Misioni jam është mision kuadrët ligjit për me bërë çka është e mundur në kuadrët ligjit. Jo me dredhu fakte, jo me, sepse në fundit nëse dredhën të bjen edhe kundërshtim me ligjit, sepse ne avokatët nuk jem të paprekshëm prej ligjit, ne jena shumë të prekshëm. Ti jeni përkrahase e jashtëzakonshme përveç se për Azdrenin, Mixhenin dhe Engjen, edhe për partnerët e fëmijëve tu. Për shkak që nëse flasim për periudhat e mëhershme, për herë kemi dëgjuar ndoshta ankesa për këtë aspekt. Por që ti e mundu me pas një balancë edhe me i përmend dhe me i vlerësu çdo herë që t'u ka dhënë mundësia. Po Genta, munduhem, domethënë, unë e kam emrin vjerë edhe është një emrin i ftohtë. Po, mas pari, konsideroj që është shumë njerëzore për çdo nanë që kur vjen dikush i ri në shtëpinë tonë dhe me prit sa më mirë që është e mundur, aq më tepër kur rejat e mija tash, muj me thonë njën pjesë qendrore familjes tem, ato të dyja ti kanë ka 3 fëmijë, edhe ata 3 fëmijë janë pjesa më e bukur e kapitujve të jetës tem. Do me thonë edhe dashunia që natyrisht edhe ato i edukojnë për mu, mirë po në nuk kam dëshirë që t'ju ndërhyj atyre. Nështë jem prej vjerave që nuk muj edhe shumë ju ndimu, që shë ndimujnë të tjerat, por mendoj që kjo pjesë unë e kam kry prindërimin, i kam rrit 3 fëmijët e me dashuri, me edukat, jem shumë e kënaqe, jem shumë e falenderuese ndaj tyre, do me thonë, për shkak se e spari janë fëmijë të shëndosh, janë që të 3, do me thonë, të diplomuar. Tani edhe Angjelusha, 22 vjetë gjys, ka përfundu fakultetin që për mu ka shumë, do me thonë. Azdreni është avokat, Mixheni është jurist, punojnë të 3, gjithashtu edhe nuse, do me thonë, njëra është juriste, tjetra është mësuese shumë e zellshme, edhe ato djemët e mi janë të lumtur me to, i kanë kriju familjet e tyre, kështu që për një prind çka po do më shumë. Sa e ka pas vështirë gjyshja mos me ndërhy në raportin e fëmijëve me nanën, për shkak që në atë gjyshe dina me ja marrë zemrën me dashnin tonë. Ata fëmijët janë shumë psikolog, edhe për shembull unë i kam nipat, po sidomos një nep këtu që është në shtëpi me neve, a e din vish diçka çka ti bojnë prind, a i vjen kështu tak edhe ankohet të unë, apo kupton? Edhe zemra cëptohet, apo den mirë po me gjithatë nuk du mi aprish rutinën gjithë shkafit që e kanë prindërit. Ata dashuni më të madhe se dashunia gjyshëve për nipa mesa nuk ka, për shkak se vjen një periudhë kohore, sikur periudha jam e jetës, edhe ngopesh me gjithat, i arrin gjithat, për dallim që të rritë, përfshit jem të meri, atë e mija vojzën tem, juve Genta, ju ende jeni në përpjekje për të arritur, edhe ai mjalta e jetës janë nipat e mesat, po ju ata me kuptu që të bojnë çka dojnë, se kanë një mbrojtje dikon. Ata du të me kuptu se ata prind për rritin, ata po kujdesen, ata fëmija pak me kajt, ti e gjyshe, dënë shumë, po pak me qajt i thunë anës vetë me një armere. Atër pëse du të me ndërhy? Nuk kemi të drejtë. Çfarë nënë ke qenë ti le të themi nëse fëmijët kanë arë me tregu ndonjë rast që e kanë pas, qoftë në shkollë, qoftë në punë, në shoqëri? Beson Genta ju për t'u lavdu. Për shembull Angjelusha ka qenë 16 vjeçe kur më ka vdek vjera, ndërsa vjeri ka vdek më herët. Ajo ka qash një dashuni platonike për gjyshen e vetë, për vjerën tam.
Bile edhe foton e kam edhe në zyre edhe të vjere se moj mbretresha ime, ma ka shkru atë në gjellusha anglisht se kjo shkru në mirë. Edhe kjo qatë shumë ka dashuri, do me thonë, për gjyshen, për agjen që e ka halën, për tash hala i ka vdik, shpesh herë më thot, mam, pse njëherë njetë nuk na ke folë, do me thonë, kja qysh, une nuk i kuptoj gratë, nuk i kuptoj nanat, që i mushin fëmit me negativitet, ndaj antarëve të familjes, mbi emrin së cilës e kanë. Sepse ajo kthehet kundër efekt ka. Do me thonë, ti pe krijon një fëmi që do të me selektu dikon me urrejt, pse s'po të pëlqen ty, e do të mi paraqit që zhveprojnë kryesisht për keqardhje gradë, familjet e veta i paraqisin krejt ideale, e ndërsa pjesën tjetër këqyrin me gjetë diçka ndaj farë finese, ndaj tmet. Unë mendoj që fëmin do të me eduku edhe do të me mush me energji pozitive. Mi thonë, agja është i mirë, hallat jenë të mirat, gjyshërit jenë ma të mirë. Se unë kur i kum su fëmit, edhe pse vjera ime ka bërë qka nuk bën as kush për një pa përmesa, unë kam qenë shumë i njose. Ajo shpesher unë i tregoj edhe nusev, na të kuptim na ka urdhru, po ka qenë dam, gru, ka qenë zonjë kuptimin e plot fjales, asaj ka pas edhe ije. Këtë që po e thuzë një fëmije, dëshman mjaft mirë fotografia që e mban në muë, pra jam prindërit e zotrit Agim, e krej këto fjallë që po i thu diri tash për ta, po e dëshman kjo për shkak që po i mban në ambientin e familjes tënde. Gjithsesi, do me thonë, këto është, unë jam shpina Agimit, edhe çdo gjë është e Agimit, ndërsa në zyrën time e kam edhe foton e nanës, por këtu janë vjerë rritë e mirë, shi qëfar vjerë e bukuroshe, kom pas. Edhe jem shumë krenare, se Angjelusha me shumë gjeste i ka ga gjyshes vetë, është shumë e zoja, është edhe temperamentin e ka gjyshes vetë, edhe bukurin edhe krejt, edhe beso, jo që po e thëmë se jem vetë vjerë, por raporti jem me vjerën time nuk ka qenë, si që po dëgjoj tash e po qmendna, që shë boj një farë lufte në ishtje, vjerat mere janë, vjera dhe dënë shumë, unë jam vetë vjerë, po edhe unë shumë e kom dasht ato. Qatë shumë e kom dasht që mu vdish nana për para, edhe e poshtë sa rëndësishme qenë ka vjera, mësi mu vdish nana. Dhe me thonë një farë mënyre me zavëncoj, edhe pse nana është nanë, edhe shambull vetura kishim krejt na, edhe sa her vishëm, asoj vi që interesoj ke unë dhe i samri me vetu në shpe. Edhe i thësha që shmoj nanë, nuk po bosh gajlje për djemët e tu, sa tërë djemët e mi kanë qenë më të vegjel, dhe ke ju nëse se ti e gru femën, dhe i të vish për atona. Edhe ma dej, afer moshës 80 vjeqare ka vdik, po kur thej ke jem plako në shpirtin tem, kur s'ko mujt me pranu, ajo e plako, ka qenë gjithmonë ajo e reja për mu, për shkak se une ko mon shpijin e saj, i kom jetu me djallin e saj, ajo është trungu i kësaj familje ku jam, edhe si e tilë ka me metë mbretrisha familjes gjithmonë. Fare pranë tyre, jeni ju dhe zotri Agim para shumë vitesh të rinj. A ka diçka zonja fëmije që të kam bet me rak prej asoj kohë, ose diçka që kishe dasht, as njëherë mos me ndryshu të krinia që është sot? Krit ndryshe në kushtet jeta. Fjalla vjen tash se ki telefonin e ki mundësin e komunikimit. Nëse herë jemi taku me Agimin, o duftu në marrë me ndru 2 autobusa për mu taku me Agimin. Ka qenë krejt ndryshe, ose për shambull Agimi kur ka ardhë, para se me fillu lidhjen, ka nejt të na, se me vllaun ka qenë shok i ngusht, ka nejt 2 det, 3 det, edhe one e kisha një farë simpatijet në brendshme, se atër ka qenë këgjak, nuk ka qenë se kur ku atashit, mi ju tregu familjes, edhe unë i rësha gati, ja lojsha patikat, i shërbesha, edhe mandej, ka qenë raport shumë i mirë, dhe me thonë si shoku i vlaut, si kur vlau, mirë po me kalimin e kohës, dhe me thonë që ke fati edhe përzgjadëm njëri tjetrin për ta vazhdu rrugën e përjetshme bashkë. Mes gjitha periudave që i kemi diskutu sot, kur të pës për periudën me kujtimet më të mira dhe atë me kujtimet më të këqija ndoshta, çka të vjen mendje? Kujtimet më të bukura të çdo njeri edhe të unë janë kujtimet e fëmirisë. Do me thonë për shkak se, sidomos fëmiria jonë, ndryshon ta shumë nga kjo fëmiria kohës së sotme, për shkak se dinamizmi jetës, ky zhvillim digital e krejt në ka digitalizu dhe jetën.
Ka qenë, do me thonë, i femerish, shumë e bukur, shumë e lumtur, edhe në fshatin tim Glavic, me familjen tim e Gashit, Gjerë, por nuk bëj asnjëherë me janë shkalu edhe dajt, ka kum kalu një pjesë shumë bukur edhe tash e tut jam shumë e lidhur me vajzat dajve, me djem dajve, me vajzat tezës, me vajzat hallës, do me thonë, ende moj atë lidhjen, atë dashunin shumë të madhe, nëse nuk ka mundësi objektive mu taku, tash është forma, është telefoni, është këto, edhe nuk të kushton kur gjë, sidomos tash po janë këto Viberi, WhatsAppi, papages me thirr, me pyet si janë, e jo veç nëse kur një familjar i yti vdesa diçka me të rënë mendë, den kjo po mungon. Periudha më e bukur e jetës sime. E periudhë të keqe në jetë kam pas një periudhë kohore para 8 viteve, një sfidë shumë serioze shëndetësore, edhe faleminderit prej Zotit edhe prej mjekëve, sot jam mirë, jam rikthy ku jam aty, them drejtën edhe kjo pjesë e jetës më ka ndryshuar shumë në jetë. Unë kam pas gjithmonë qasje, dashuri për njerëz, kom pas një qasje pozitive, s'kom pas negativitet ndaj kërkuj, xhelozi ndaj kërkuj, për shembull, po tash kjo situata kur jam sfidu me vdekjen gati, jam përballë, më ka bu ndryshe, të më thënë, më ka bu hala njeri ma dashur, më ka bu me kuptu për këtë çmërinë e jetës tonë. Edhe gjua është shumë e vogël, po me këtë gjuhë mund të halmosh krejt botën, po në anën tjetër edhe mund t'i dhurosh me këtë gjuhë mjaltë të krejt botës. Prandaj në vend helmit pse mos ta përdoru mjaltë. Një prej kujtimeve më të bukura ka me qenë edhe ardhja jam në shtëpinë tënde, ka me mbajt mend gjatë, edhe ardhjen edhe gjithë bisedën që e kemi pas sot, për shkak që e di që për herë kemi shumë çka me fol bashkë, kam shumë çka me mësu e me dëgju prej teje, edhe po të falenderoj sot publikisht që ma ke hap derën e shtëpisë edhe më ke jap përgjigje për herë sa herë unë kam pas nevojë për ty. S'di çka më ke bo Ginta, ka një të sapi refuzoj, po te se mas pari emisionet po më pëlqejnë, edhe vërteta që do me thonë paraqitja ime në gjitha televizionet po merr kohë, po kur po mi përmend tema, si për shembull jo, apo edhe gazetar tjerë, po shpresoj që në çato tema mos po kontriboj. Sonja Fehmije, faleminderit shumë për këshillat edhe fjalët e mira. Unë uroj për herë ti me pas shëndetjen e plotë edhe me gëzu të mira. E na me të pas për shumë gjatë ty. Faleminderit Ginta. Edhe fjalët e mira për herë prej teje. Më keni nderu shumë se sot po nina pak edhe ma shlirë këtë ambientin tim familjar që e kam të përditshëm. Vërtet jam shumë e nderuar që keni ardhur. Kafe ti qita, unë kafe pi në mëngjes, po e pi gjithmonë kafen pa kofein. Edhe kam dëshirë që kur të pi kafen në mëngjes, qatë moment dhe i ta pi, një farë meditimi, shiqoj televizorin, në gjarjet që ka ndodhë, edhe pregadit në që kam pret dita, kështë që e kam një pjesë shumë të bukur të kafes kur e pi, edhe sot dhe pata shumë të bukur për pi kafen me ty. Faleminderit shumë, shumë kënaqësi. Gjithashtu Ginta.